Debutuesi në ligën e parë të futbollit vendor, klubi i futbollit Arsimin nga Çegrani pas fitores spektakolare kundër ekipit të Shkëndijës në javën e 14 të sezonit vjeshtor, dje në ndeshjen hapëse të javës së 15 në Kratov, demoloi dhe Sileksin përkundër faktit se ndeshja u zhvillua në terren të papërshtatshëm pas shirave të mëdha që po bien ditëve të fundit. Ekipi i Arsimit ishte më i përgatitur të luajë edhe atë në terren të papërshtatshëm dhe në fund triumfoi me rezultatin 3-1. 3 pikët e fituara në Kratov për Çegranasit kanë vlerë të madhe pasi tani përfundimisht gjenden në pjesën e epërme të tabelës me 21 pikë, ndërsa Sileksi vazhdon edhe më tej të mbetet në pozitën e 4 me 28 pikë. Autor të golave për Arsimin ishin Mirnel Huriç, Rinor Ajdini dhe Alban Taipi, ndërsa golin e nderit për skuadrën vendase e shënoi Mirçevski. Java e 15 vazhdon me 2 ndeshjet e radhës që në program janë nesër dhe atë në orën 13 në stadiumin e FFM-s. Takohen Vardari Shkupi, ndërsa në orën 12:30 përballen Struga Trimlum dhe Bashkimi. Java e 15 mbyllet me ndeshjen që do të luhet në stadiumin e qytetit në Tetov, me fillim në orën 13 mes Shkëndijës dhe Rabotniçkit.